Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku nga Novosela bëri të ditur se po përgatitet një paketë dëmshpërblimi për familjet dhe bizneset e prekura nga situata e krijuar si pasojë motit të keq në vendin tonë. Balluku shpreh se kryeministri dhe ministri i financave janë duke dizajnuar një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për sektorin bujqësor, ashtu edhe për banesat e dëmtuara. Kemi shumë të qartë që banorët e kemi parë këtë gjatë periudhës tërmetit për të drejtën, që banorët zakonisht nuk duan të largohen nga pronat e tyre, por jeta është e rëndësishme në këto momente. Sigurisht ne kemi marrë masat dhe Ministri i Bujqësisë për sa i përket të gjithë angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjysmëgjallë në këto momente. Duhet jeni në dieni që kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këto momente një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Ajo gjithashtu njoftoi se të premten në orën 8:30 do të zhvillohet në mbledhje e Komitetit Ndërqeveritar të Emergjencave, ku do të ketë edhe një adresim nga kryeministri, jo vetëm për zgjidhjen e situatës, por edhe për procesin e dëmshpërblimit, i cili është thelbësor për familjet dhe bizneset e prekura. Ndërkohë, për shkak të rritjes së nivelit të ujit nga rreshtit e dendura të shiut në zonat jugore të vendit, Ministria e Mbrojtjes ka dhënë urdhër për evakuim të disa fshatrave. Ministria bën me dije se ka dhënë urdhër për evakuim në fshatin Ferras në Fier dhe në Sukth e Katundi Ri, në qytetin bregdetar të Durrësit. Sipas ministrisë, evakuimi do të kryhet pasi përmbytjet rrezikojnë jetën e këtyre banorëve. Më herët, urdhër për evakuim është dhënë edhe për banorët e Novoselës.